muaj të mbar, o njerëz të bukur. Po kjo video është për ty grua, për ty që humbe shpesher veten, që prisnje të shikonje të të shikonin, të të nderonin, për fuqin tënde, për dignitetin tënd. U fsheve shpesher, e fsheve forcën tënde, feminitetin tënd, vetëm që vetëm të mos dukej. Sepse shoqëria, familja të mësoj të mos dukesh, të mos kërkosh nevojat e tua, të heshtësh, të sakrifikosh për pak dashuri. Dhe ti u mësove sepse u rritën një familje të tillë, për të bëj thirrje ty grua, që je gati për të bërë diçka ndryshe nga ajo që ke bërë deri tani, të bashkohemi së bashku në grupin WhatsApp Harmoni dhe Dritë, që është i përshtatshëm për të gjitha gratë, të bish që të punojmë së bashku dhe të gjejmë harmoninë, dignitetin tënd, të rritësh feminitetin tënd, të lidhesh me forcën tënde shpirtërore, me detyrën tënde që ke ardhur, me misionin tënd që ke ardhur, të mësosh potencialin tënd edhe shumë të tjera. Nuk të them që kjo rrugë është e thjeshtë, nuk të them që nuk të duhet punë, është një rrugë dhe një rrugtim që bëjmë hapa për ditë. Por atë që dua të them nga përvoja ime është që sa herë ti lidhesh me veten tënde, ti hedh një hap dhe mu të them, heq nga ajo trasta jote, nga i thesi tënd të rënd, të gjitha ato peshat, sakrificat, dhe lirohesh nga ato zinxhirët e të kaluarës, lirohesh nga ato zinxhirët që kanë patur nënat tona dhe shumë e shumë paraardhësit tona. Ti në këtë kohë e di që po përjeton kohë të vështira, sepse e gjithë energjia botërore është një energji që po shkojmë drejt harmonisë, po që të arrish të gjesh harmoni, grua e dashur, burri i dashur, të duhet punë me veten, dhe puna me veten do të çojë drejt asaj rruge. Të uroj muaj të mbar, po gjithashtu mund të them që muaji gusht është një muaj i mbylljeve të karmave, dhe në qoftë se do mësosh çfarë pikërisht ke ti për të mbyllur në këtë jetë, çfarë ke për të mbyllur ti në këtë vit, cilat janë ato mësimet e tua që duhet të marrësh, si mund ta lejosh atë gëzimin, lirinë, pavarësinë që ke ardhur ta lirosh, nuk ke ardhur të luftosh, nuk ke ardhur të sakrifikosh. Jam këtu për të hyrë në terapinë në grupe dhe në individ. Jam këtu për ty grua, që erdhi koha të marrësh të gjithë fuqinë tënde mbrapsh, gjithë shka që harrove. Jam për ty mashkull, që edhe ti nuk është nevoja të sakrifikosh, që të dukesh i vleshëm, nuk është nevoja të bësh asgjë dhe të ashprin, veç thjesht të jesh dhe të nxjerrësh atë pjesën femërore tënde që është brenda teje, sepse të gjithë jemi të plotë kur kemi gjininë femërore dhe mashkullore, por sikush ka zgjedhur të vijë në një gjini të caktuar. Por ne jemi mbi të gjitha shpirtra, të ftoj dhe ty mashkull, të hapësh zemrën, të jesh i butë, sepse je i butë në brendësinë tënde, në potencialin tënd, të mësosh pse ke erdhur, çfarë erdhe të bësh dhe ku do shkosh. Por gjithçka që të aktivizohet potenciali jot, më parë duhet ta mësosh. Më pas duhet të punosh me tramat tënde, grua dhe burr, dhe më pas të aktivizosh atë potencialin tënd, këtë yllin, që them yllin e fatit, dhe mbi të gjitha të arrish të lidhesh me veten tënde dhe më mbas të manifestosh. Në një video që bëra, ju thash që pse nuk e lejon gëzimin. Së shpejti nga java dhe në këtë muaj, që është muaj i mbylljeve të shumë karmave, dhe personale dhe kolektive, do bëj disa terapi në grupe. Më shkruani në këtë moment cilat janë nevojat tuaja, ku janë vështirësitë tuaja në jetën tuaj, që të mundemi të organizojmë ato terapitë në grupe dhe në privat nëse dëshiron të vish të përshtatshme për ty. Ju dua shumë, jam këtu si mentore, shkrimtare, autore disa librave, 6 librave, 2 në greqisht dhe 4 në shqip, që të ndihmoj të lidhesh me veten, të bësh zhvillimi personal, por jam këtu dhe për zgjimin kolektiv.
Metodat si sistemi përfaqësik transformues 333, që mund ta shikoni këtë metodë tek Netflix, filmin Një vete tjetër. Të shikoni këtë metodë si përdoren, që mund ta përdorim në individ edhe në grupe. Dhe jam këtu për t'ju thënë, misioni im është të sjell harmoni në çifte, harmoni në familje dhe harmoni sikush në veten e tia. Dhe jam këtu kudo që jeni shqiptar, në Shqipëri, në Kosovë, në gjithë vendet e botës, në grupe, në qoftë se ju bëheni shumë, mund të vi për terapi në grupe. Dhe të shikoni që do lirojmë të gjithë së bashku dhe në Leverdis të gjithë së bashku të lirojmë të gjitha traumat, sepse ato nuk janë vetëm personale, janë dhe kolektive. Dhe gjithçka që po bëhet tani në Shqipëri është pasqyra jonë, është ajo që sistemi vjetër duhet të bjerë, sistemi që ne kemi bërë durim deri tani. Erdhi koha që ne të jetojmë jetën tonë, erdhi koha që ne të marrim fuqinë tonë mbrapsh, forcën tonë mbrapsh, po nuk mund ta marrim as me inat, as me protesta, por e marrim vetëm duke filluar zhvillimin dhe zhvillimin brenda nesh. Fati jonë është i shkruar. Fati jonë është i shkruar dhe ti mund ta mësosh atë ndërmjet artës të shpirtit, të evolucionit të shpirtit, dhe kjo bëhet vetëm me ditën e lindjes. Investo o njeri i bukur në vetja tënde, investo dhe liro traumat e tua, shkëputu nga zinxhirët, nga paraardhësit, nga prindrit, mbyll karmat personale, mbyll karmat familjare, mbyll karmat e paraardhësve dhe të gjithëve, të gjithë kolektivit dhe shoqërisë ku zgjodhet të lindesh. Jo thjesht zgjodhëm të lindemi në Shqipëri ose në Kosovë. Jemi një vend që mundet të hapim dritë kudo, por drita jonë duhet gjetur brenda nesh. Për të gjitha këto jam këtu për ju që vërtet jeni të interesuar në terapi personale dhe në kolektive. Jam këtu jo vetëm me metodat e mia, por jam këtu me përvojat e mia personale. Si unë, si grua, kam kaluar shumë sfida të mëdha, jam tradhtuar, jam zhgënjyer, jam gënjyer, kam kaluar frikra, sepse frikrat nuk janë ato që nuk na lejojnë të jetojmë në gëzim. Kam jetuar në mëri, kam përjetuar trishtimin në familjen time, në të njerëzve, dëmshurinë dhe shumë e shumë të tjera. Dhe një nga një kam ka përzyer shumë sfida. Nuk mund të them që jam 100% i kam liruar karmat, sepse të gjitha ato karmat ndikojnë akoma dhe në këtë karmën kolektive që ju thërres të gjithë së bashku të mund t'i lirojnë. Se të gjithë së bashku mund të ndezim atë dritën që mund t'a shikosh. Dhe për ju që thashë, pse nuk e lejon veten tënde të jetosh në gëzim, përgjigja njerëz të bukur është kjo. Fati jonë është i shkruar, por ne mund ta ndrojmë. Është sepse ne si fëmijë kemi qenë të përkushtuar dhe jemi në Shqipëri, jo vetëm dhe në Greqi dhe kudo që kam bërë terapi, jemi të përkushtuar tek prindrit. Është një ligj që ne nuk ikim nga mjerimi, nga trishtimi, pa ditur, dhe ato që flasun nuk janë në karakter në 5%. Ato që ju flasun është që a je gati ti dëgjosh dhe ti kuptosh, sepse janë pjesë e në ndërgjegjes tënde. Ato që e ke errësirë dhe nuk vetë ti shikosh, sa atje brenda ka shumë dhimbje. E di shumë mirë sa dhimbje ka, sa i kam përjetuar në veten time. Domethënë, ajo që ti nuk lejon, përgjigja është gëzimin, lumturinë, gjithçka, shëndetin në jetën tënde, është sepse ti je i përkushtuar akoma tek familja jote, tek paraardhësit e tu dhe nuk jeton jetën tënde. Nëse je gati dhe do të marrësh vendimin që ti të shikosh dhe të bësh shkëputjen e tyre, jo t'i përjashtojmë, por me terapitë ndryshme të kthehemi tek vetja dhe të lejojmë vetes tonë të jetojmë në gëzim e lumturi, jam këtu me Rita Cake për të ndihmuar në çfarëdo problemi të vogël apo të madh që e ke, sepse në çdo problem ka zgjidhje. Ju dua shumë sepse jeni pjesa ime dhe e di ç'do të thotë dhimbje, e di ç'do të thotë mjerim.
Ju dua shumë. Ju mirëpres, shikoni telefonin.